Territori shqiptar për datën 12 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme duke sjellë mod kryesisht të kthjellët në shumicën e zonave. Paraditja do të sjellë kthjellime dhe temperatura të lehta pozitive në ulësirat perëndimore, ndërsa pasditja do të shoqërohet me kalime të lehta vranësirash lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në disa zona të ulëta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë diell. Era do të fryjë nga drejtimi veriperëndim me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 12 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 12 dhjetor do të jetë në orën 6:50, ndërsa perëndimi në orën 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 16 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 11 deri në 15 gradë Celsius. Bera, 10 deri në 15 gradë Celsius. Korç, 3 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 14 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 16 gradë Celsius.